Mirë se erdhët në Bima dhe Shëndeti me doktor Ylli Merian. Kënaqësi që jeni këtu doktor. Faleminderit për kohën tuaj që i kushtoni çdo gjendje, sëmundje dhe problemi që qytetarët dëshirojnë të dëgjojnë. Faleminderit për ftesën dhe kënaqësia jonë prapë që t'jemi mes teleshikuesve. Në Tryezë kemi bim vajra, çajra që do të ndihmojnë këdo që vuan prej kolitit, ky inflamacion i zorëve, por për të kuptuar se si ai trajtohet në mënyrë alternative, në mënyrë natyrale, duhet të kuptojmë simptomat, shkaqet dhe çfarë është në të vërtetë koliti, për ata që e kanë diagnostikuar, kanë shqetësime edhe paqartësi, shpeshherë është keq kuptohet si sëmundje, ndoshta nga simptomat që ngërthuren, por që duhet të dimë se çfarë është fillimisht, cilat janë llojet e kolitit, janë disa lloje apo jo? Po, njeriu në jetën e përditshme jo se gjithmonë do të tregohet i kujdesshëm për atë mirë shëndetin e tij. Po. Diku mund të ham rrugës, diku ham një ushqim që ne nuk e dim se çfarë ka në brendësinë e tij, nuk ja dim origjinën nga është. Diku mund ta spostojmë vëmendjen për shembull tek një problem. Po. Diku mundet që të tregojmë të pakujdesshëm, po e quajmë marrim ndonjë monedhë në treg ku shkëmbejmë kështu dhe ajo mund të jetë e kontaminuar, neve futim duart pa i lar ham diçka për shembull dhe mund të infektojmë zorën me ndonjë parazit, me ndonjë bakteri kështu me radhë. Dhe fillon, si të thuash, të shfaqet problematika e parë në zorën e trash. Që do të thotë, ose mund të kemi ndonjë fryrje të zorëve, kemi ndonjë dhimbje në pjesën e barkut që nuk e dim se ku, dhe më vonë ajo mund të lokalizohet kështu në pjesën transversale të kolonit, ose këtej nga e majta poshtë, duke shkuar drejt rektumit, drejt anusit. Dhe këtu, si të thuash, problematika ka arritur që me të vërtet ta nxjerrë kryen, ta nxjerrë kokën. Mandej, prap njeriu bën atë jetën e tij aktive, dinamike, kështu me radhë, dhe pa i kushtuar shumë vëmendje zorës së trash. Fillojnë pak këto fryrjet të shoqërohen herë me kapslik, herë me diare. Fillon të shqetësohemi çik nga sistemi nervor dhe lind një, si thuash, një parehati, pastaj fillon një si ankthor, po çfarë kam, prit të shkoj tek mjeku, e kështu me radhë. Mundet që të shfaqet, po bëhet nervoz në vetvete dhe kjo e ka shkakun tek zorra e trash. Por mundet që këto feqet, për shembull, nganjëherë sikur lyhen me gjak, për shembull, në pjesën fundore të tyre. Edhe kjo gjë ndodh. Ose duke qenë me kapslik, për shembull, prej disa ditësh, siç u qëllon disave 5 ditë, 7 ditë, 10 ditë e kështu me radhë, ato feqet thahen shumë dhe krijojnë kështu çarje të zorës, pra krijojnë këto fisurat anale. Me kalimin e kohës, kjo fisura vazhdon që të agravojë, të përparojë më tej dhe problematika të transmetohet më në thellësi të zorës së trash, në atë degën rënëse të saj që shkon drejt rektumit dhe vëmë re tashmë që jo vetëm më fisura anale, po dhimbja vazhdon edhe më lart. Pra, mund të na krijohet një hemoragji që ai e shikon, feqja mund të jetë me ngjyrë të kuqe, por po të jetë në brendësi ose në ndonjë vatër, ndonjë ulçër në stomak, atëherë shfaqet kjo me lena me ngjyrë të zezë. Po, është një ngjyrë më e errët e gjakut. Pa diskutim, pra. Oksidohet hemoglobina, hekuri dhe del ngjyra e zezë. E po ta lëm prap, pra të jemi plotësisht të pakujdesshëm, sëmundja themun rritet në moshë. Është si ai fëmia që nga kopshti do vjen në klasën e parë. Nëse nuk jemi të vëmendshëm për të dëgjuar sinjalet e trupit. Nëse nuk jemi të vëmendshëm për të dëgjuar sinjalet, kjo sëmundje do të përparojë në mënyrë të padiskutuar. Po. Duke përparuar, cilat janë pasojat më të mëdha të kolitit? Kalon në një sëmundje kancerogjene? Do krijohen herë këto hemoroidet e brendshme ose të jashtme, nganjëherë mund të dalë zorra kështu në formë në një lule lakre dhe dhimbje të tmerrshme në fund të anusit, në zonën e rektumit, dhe po ta lëm kështu, ajo mund të degenerojë në një sëmundje kancerogjene. Pra, është momenti që kur ndihen ato çrregullimet e para, që kur fillon ai ankthi dhe stresi që çfarë ka mu në zorë kështu me radhë, duhet bërë disa ekzaminime mjekësore.
Cilat janë këto egzaminime? Si mund të kontrollojmë? Unë ju them njerëzve kështu. Gjëja më e parë që mund të bëjmë dhe që është më e mira, më e mrekullueshmja është të rrim 3 ditë pa i larë dhëmbët. Të rrim 3 ditë, pra thjesht i shplaj me ujë dhëmbët dhe kaq. Të rrim 3 ditë pa ngrënë misht kuq, ditën e 4 të marrim dhe të bëjmë një feqe gjak okult. Ky është treguesi i parë dhe më i rëndësishëm. Në qoftë se personi ndihen që këtu kemi gjak në feqe, atëherë mund të bëhet edhe ana sasiore, sa është. Por që në moment që këtu kapet pra feqe gjak okult del pozitive, njeriu patjetër duhet shkoj për një ekzaminim që të bëj një kolonoskopi. Pra merr udhëzimet si do veproj, sepse do të vej gjithmonë me zorën bosh, dhe aty shikojnë problematikat më në brendësi. Pra është njësoj si kur të futemi në një dhomë dhe të shohim gjithçka me sytan me dritë. Doktor, ju thatë që 3 ditë pa i larë pastruar dhëmbët. Çfarë lidhje kishte kjo? Shiko, ne mund të gjakosemi gjatë larjes, mund të kalojmë pak baktere ose Jo, gjak, 1-2 pika gjaku. Nëse ne i kalojmë, kur bëhet analiza feqe gjak okult, ngatëron pastaj mjekun se do thotë ky gjak, po duhet kemi ndonjë ulçër, ndonjë gryrje të zorës e kështu me radhë. Sepse problematika fillon në fillim si shqetësime barku dhe derisa zora e trashku është gjepa, në për gjepa mbeten feqe edhe nuk shkarkohen, për shembull që mund të rrinë aty edhe 2-3 muaj. Këto e inflamojnë zorën, që është njëri nga shkaktarët kryesorë. Pra, mosëzbrazja mirë e zorës mund të na krijojë inflamacione, skuqje të zorës nga brenda. Por problematika është nga kjo skuqja deri tek hemoragjia. Po nuk u kap në kohë. Prandaj është e rëndësishme perisaltika, pra zorët të jenë të punojnë mirë, të zbrazen mirë, lëvizja, unë mund të punoj në kompjuter, mund të bëj kështu, nuk më pegon asgjë që unë ta thith zorën, disa ushtrime gjimnastikore të zorës, pra e mbledhim zorën, e mbajmë 10-15 sekonda edhe e lëshojmë. Kjo gjë, për shembull, forcojmë edhe ato pjesën e muskulaturës. Forcojt muskulatura, po se po, por ajo që është më kryesorja është që neve shtojmë peristaltikën e zorës dhe shtyjmë feqen që të eci përpara. Pra ky është një ushtrim shumë thjesht, mund të bëhet ulur, mund të bëhet gjatë kohës që bisedohet, flitet, ecet, punohet, gjithçka. Edhe kur je ulur në karrige mund ta bësh. E tërheqim fort. Kjo është diçka shumë e shëndetshme. Bashkojmë, si thua, ato molekulat e gazrave që ndodhen këtu dhe i kthejmë në pikla ujë. Pra zvoglohet volumi, njerëzit ta bëjnë 15-20 herë dhe do të provojnë se si e mbledhin atë metrin shirit 5 deri në 7 cm. Pra të jetë si një brenda stilit të jetesës, të jetë një ushtrim që të bëhet pjesë e jona, jo e detyrueshme për një farë kohe, po të jetë vazhdimisht i tillë. Pra ushtrimet. Të tjerë faktorë, çfarë shkakton tjetër kolitin? Ndoshta jeta padyshim sedentare, po edhe stili, mënyra, dieta ushqimore që sot le themi njerëzit kanë. Po pa diskutim, edhe mund të themi nga të gjitha e vën nga një gur themeli në këtë sëmundje. Të tërë faktorët, edhe keq-ushqyerja, edhe cilësia e produkteve që ham, edhe mënyra se si ne për shembull qëndrojmë të fokusuar tek një kompjuter, tek një telefon e kështu me radhë, gjithë vëmendja përqendrohet aty dhe truri harron që ka edhe disa komanda për t'i dhënë për trupin. Pra, nuk komandohet mëlçia, nuk dëgjojnë sinjalet që vijnë nga zora e trash për shembull në drejtim të trurit, që shikojmë duhet ky hormon, ky kështu e me radhë, dhe kuptohet, çalon puna dhe gjitha kjo do të pasqyrohet aty. Do mbetet feqe në zorë, do krijohen skuqje të saj, inflamacione. Por, kjo është njëra për shembull, njëra nga arsyet. Pra, po të vemi tashtin në varësi nga shkaktari, bëjmë klasifikimin shumë lehtë të llojeve të kolitit. Patjetër. Për shembull, kemi një në përgjithësi zora e trash është 8 këmbë të njeriut. Çdo njeri ka që ka zorën e trash. Pra fillon këtu në pjesën e djathtë, ngrihet, vjen këtu në pjesën transversale, kalon këtu djathtë majtas poshtë shpretkës, këtu paloset poshtë mëlçisë nga mbrapa dhe zbret poshtë pastaj duke shkuar drejt rektumit. Atëherë në të gjithë të gjatësi. Sa centimetra ose sa metra është një zorë? Sa është gjatësia e tij? Apo në varësi të njeriu? Sa është gjatësia e tij? Aq është edhe zora. Po, kaq është.
Atëhere, shiko, duke parë gjatësin një, duke parë në përgjithësi edhe strukturën e ndërtimit, pra ajo ka gjepa, zora e trash, atëhere mundet që në njërën nga këto të qëndroj feqa ai ushqimi i pa përpunuar plotësisht dhe nuk futet në qarkullimin e ushqimit për të shkuar drejt zonës së rektumit. Këtu mund të kontaminoj mukozën e brendshme të zorës së trash. E skuq atë sepse e ngjesh, e mbledh mukozën, nuk e lë që të jetë elastike. Ky është njëri faktor dhe kjo në përgjithësi quhet pra një kolit ulceroz. Mirë po, nëse do të dallojmë për shembull kolitin ulceroz nga smundja Crohn, është plotësisht e dallueshme. Koliti është vatër pull, është një vatër pull në një zonë të caktuar, ose në 2-3 të tjera, po vatër pa ndërprerje, pa pjesë të shëndosha brenda. Ndërsa smundja Crohn është pikat kuqe në një zonë të caktuar të zorës, më së shumti të zorës së hollë, dhe mandej, pra midis këtyre pikave të kuqe, ka pjesë të shëndosh e mund të rishfaqe në një vend tjetër. E kuptoj. Thjesht sa bëhet kjo kolonoskopia, ekzaminohet. Kemi pika të shpërndara dhe pjesë të shëndosha, apo kemi një ulcer, një zonë që është vetëm e gryer ajo shtresa e parë e zorës së trash. Qartë. Pra dallohet me smundjen Crohn, koliti ulceroz. Por nuk është vetëm ky lloj për shembull. Ne përmendëm që në praktikën e përditshme ne mund të prekim gjëra që janë edhe të kontaminuara. Pra që një kolit që vjen nga një infekcion i caktuar, një bakteri, një parazit. Ose na mbeten, për shembull, ose diku e morë ndonjë parazit ose ndonjë virus, ose myku, është kjo mykoplazma. Ku mund ta marrim? Për shembull, unë vëre që disa, për shembull, kur kam shkuar në ndonjë familje, mund t'i lënë frutat aty si për zbukurim dhe ndonjëra ka filluar atë mykun e bardhë. Atëhere, ndoshta nuk e di, ndoshta që ato myqet kanë sporet mi vete, dhe këto sporet kanë një qes plot me, do më thënë, ajo është si kapsul, dhe kur qahet ajo është plot me spore, do më thënë, farat kërpudhës. Mund të infektoj dhe pjesën tjetër, pastaj të frutave, jo, infektohet për shembull njeriu në moment që i prek ato, për shembull ato qahen lehtë, dhe po të ham diçka, myku i bardhë u fut në organizëm. Por nuk përjashtohen edhe bakteriet nga më të ndryshmet, deri tek ato bakterie që japin atë dizanterin, për shembull, nuk përjashtohen këto viruset e ndryshme që neve mund të marrim, edhe këta pra ashtu si që skuqin bakteriet zorën, po ashtu e skuqin edhe bakteriet. Adenovirus, rinovirus, koronavirus, e kështu me radhë, por po kështu edhe parazitët. Ajo lambja, shigella, e kështu me radhë, e infektojnë zorën, i kalojnë asaj mukozës nga brenda kështu dhe e gryjnë atë e skuqin, ja u krijua smundja. Por shkaktari në këtë rast ishte kjo. Ku mund ta dallojmë nga kolitin ulceroz me këtë kolit që u shkaktua nga parazitët? Çfarë simptomash? Ndoshta nga simptomat që japin? Ai koliti ulceroz zhvillohet si thua nga pak, si tek meshkujt dhe tek femrat. Nuk mund ta kuptosh që ti je smur, vetëm analizojmë ato shenjat e mësipërme, ajo fryrje barkut, ajo anemia, ajo plogështia e trupit, dhimbje kyçesh, pastaj fillon ndjesia si ngopur e kështu me radhë. E para, ndërsa kjo e dyta, kjo ka dizanteri, bark, urgjencë në të shkuar në tualet, mund të kemi një këputje trupore, trupi dehidratohet, pra shiko, ajo emri njësoj ka kolit, por ndryshe është origjina e të parës, ndryshe është origjina e të dytës. Meshkujt apo femrat janë më të predispozuar për të, jo nga shkaktar, se bakteret i marrin njësoj njerëzit, por thjesht si organizëm, shumë koliti ulceroz ose koliti tjetër që mund ta shpjegojmë, janë më të predispozuar meshkujt apo femrat? Për shembull, ajo e para ka lidhje me duhanpirjen shumë, për shembull. Se ngushtohen e trashet gjaku nga duhani, ngushtohen e të qarkullimit të gjakut, dhe mandej pasaj do të shfaqen këto problematika. Po sot edhe femrat e konsumojnë shumë duani, kështu që s'mund të lëmë vetëm. Ose janë baraz, ose femrat janë në dominancë. Që nuk më vjen mirë, por s'kemi çaj bëjmë. Femrat nuk duhet ta pinë duhanin.
Si ishte dhe një studim që një cigare pakëson 20 mg vitamin C në organizëm. Po, edhe vitamin C, po edhe shkurton pak sekonda nga jeta. Përveç, domethënë që por është më e themi rënda që, forma. shiko, ndryshe është fuqia e mashkullit, nga që ka testosteronin e lartë, sepse është edhe diçka hormonale, ndryshe është e femrës që ka testosteronin të ulët. Dhe kjo, kur shkon edhe kjo nikotin në gjak, që trashet gjaku, atëhere proceset hormonale, se si thuash, mirë funksionimi i hormoneve, do të thot një mirë funksionim i jetës. Patjetër. Pra po trash gjaku, kjo balans hormonale, unë kam bindjen që do të prishet pa diskutim. Veç këtyre të dy lloj koliteve. Ulqerozi dhe infektivit. Shiko, është një, ne kemi dëgjuar për shembull, pati një ishemi cerebrale dikush, dhe pësoj këto pasoja, ose u paralizua dora, këmba, krahu, e kështu me radhë. Por, kur ne përmendem që zora e trash, për shembull, bëhet dembele, mund të na ndodhi kjo gjë. Kur ajo feqja qëndron nëpër këto zonat, zgavrat, zonat si xhepa që ka zora e trash. Tani këto xhepat mund të paraskalojmë te lloji tjetër. Duke bërë këto lëvizjet e barkut, zorëve. Po, shtrydhen ato. Shtypet kështu, ikën feqja e mbetur. Pra prandaj është e rëndësishme ai ushtrimi. Po, pa diskutim. Unë e kam provuar. Dhe jo vetëm aktiviteti fizik. Dhe disim tha një vajzë, ajo ishte shumë obeze, shumë. Më tha faleminderit, kam nxjerr tha si ashkla druri, si kompensata nga zora e trash. Pra nga qëndrimi i gjatë që ajo dilte një herë në 15 ditë, që bërë rreth 140 kg, dhe kur nxori që bëri pastrimin e zorës, tamam si copa kompensate. Pra aq po kishte qëndruar, po feqja. Tash i tha duket sikur kam rilindur. Po përveç peshës, ato feqe të mbetura në zorë sigurisht krijojnë toksina, pastaj kalojnë në sëmundje, kalojnë në gjak, edhe problemi është më i madh. Ne themi, siç është kjo ishemia cerebrale. Po kështu është edhe një ishemi në zorën e trash. Por kjo çfarë bën? Ajo është si hemoragji në një vatër të caktuar, mund të themi e nxjerr këtë vatër të zorës jashtë funksionit, mund të japi hemoragji këtu në këtë zonën, dhe feqja do dali, nëse është afër me rektumi, dele kuqe, nëse është larg saj, dele zezë, si melen, po, edhe ky është një kolit ishemik. Po çfarë shkakton kolitin ishemik? Po unë e përmenda më parë që jo, shiko, shtypen arterjet dhe venat. Nga kjo shtypja? Vështirësohet qarkullimi i gjakut, pra vjen gjaku me vështirësi, kthehet me vështirësi. Po nga lart, nga arteria, se arteria është si kryesore, ka të lumenin e saj të brendshëm, që ajo bie gjak me presion. Le ta quajmë 120 me 80 mm shtyllëzhive. Kur shkon në këtë ngushticën, aty gjaku nuk hyn lehtë, po futet si thuash me më presion, dhe duke qenë që kjo zonë është e skuqur, lehtësisht kjo mund të qahet. E kuptova, duke shkaktuar pra ja një u krijua kjo hemorragjia, e cila një pjesë derdhet në feqe, një pjesë derdhet brenda zorës së trash. E kuptoj. Nën muret e saj. Atëre, kjo është vatra ishemike. Ky është një lloj kolit ishemik, po. Por ka edhe lloje të tjera. Për shembull, ka plot që vuajnë nga koliti, bëjnë kolonoskopin, dhe ata nuk, edhe ai e shikon kështu në tërësi, zorra e kuqe me muret të pastra, me qarkullim gjaku normal, e kështu me radhë. Po kur bëhet biopsia, vëmë re që në pjesën nën mukozën e zorës, pra ajo ka 4 shtresa, jo te shtresa e parë nga brenda, por tek e dyta, në mes, atëhere këtu ndodhen qeliza të trashura, me formë atipike. Si të thuash, në këtë zonë të zorës të trash, ka filluar që muri i zorës të trashet, dhe ndoshta na krijohet premis ose për krijimin e ndonjë polipi, ose të ndonjë sëmundje tjetër. Tumori. Po, sigurisht po. Atëhere, ky quhet mikroskopik, sepse ne duhet ta marrim atë me punksione kështu, dhe ta ekzaminojmë në mikroskop. Nuk kapet me sy të qetë, nuk kapet me
atë kamerën e kolonoskopisë e kështu me radhë. Por është kolit, ngjanë si një kolit kronik, si një ulcerativ, po pa ulcera, sepse është si thua në shtresën e dytë nga brenda. Por ka edhe kolit farmaceutik. Që do thot nga medikamentet? Që do thot nga medikamentet farmaceutike që marrin njerëzit. Ka njerëz që përdorin një qese plot ose disa lloje medikamentesh dhe zora çfarë do bëj? 20 kokra në ditë. Asnjëherë si ke thënë vete, si thashun. Çfarë efektesh të A dëmtohet gjëmëlçia, veshka, zorët, a më helmohet gjaku me këto, a më ndryshon gjaj pH-i i gjakut, si thuash, nuk është më 7.38, po ku di unë sa mund vej? Pra, a bëjmë dëm? Si mund t'i heqë unë, si mund t'jetoj pa ilaçe? Po, a i ka drejt. Por, unë kam bindjen, po të analizojmë tashin funksionet e këtyre medikamenteve, që a i ka vite që i pi, me disa barna për shumë dhe me disa ushqime, ka ushqime të shumta që e shpëtojnë jetën e njeriut. Pa që nevoja e këtyre medikamenteve. Pa dyshim. Do njëri do thot qa thot këj budallam. Po, mërë po. Si që e hollon gjakun një medikament, e hollon gjakun panxari i kuq. Shkurt, thjesht. Si që në ndihmon për shkarkimin e zorës të trash që i rriton peristaltikën e saj, në ndihmon lëngu i kumbullës dhe kivi. Jemi të varu, doktori, i futim shkurt një kokër dhe sa të bëjmë lëngun edhe është kjo është çështje e konceptit, e mosdijes, e mosdijes. Atere, ky kolit farmaceutik, si shfaqet? Mundet që të ma djegi zorën në një vatër të caktuar dhe krijon ulcerat e para. Por tjetër është që kjo e vret, e shkatëron gjithë florën bakteriale në zorë. Dhe me keqja shkatëron atë të mirën. Kur prishet kjo mikrobiome e zorës së trash, nuk diskutohet që qimet thithse nuk funksionojnë aq mirë. E përkthyer ndryshe, sistemi nervor do të ngelet i varfër në drejtim të mikroelementeve aq të domosdoshme që merr nga zora e trash. Kështu që ka lidhje tashin truri me zorën e trash. Truri nuk i jep ushqim, a i fillon të çorodisi komandat e tia. Fillon ai ankthi dhe stresi. Po u prodhua... Mos përqëndrimi, agresiviteti, nervat, të tjera me radhë. Do të vemi të kjo, truri lëshon sa komanda që na helmon bakteriet e mira. Pra ja si e prishi balancën hormonale, medikamenti i përdorur për një kohë të gjatë. Ka plot që kur na vi në klinik i pin ato me vite. Dhe i themun ti që në ke martuar me këto, ose i ke bërë si pjesë të jetës ushqim. Po medikamenti... Kush nuk e vëre ndoshta që pikërisht këtë problematik që kemi në zorën e trash, kolitin, e kemi edhe nga medikamentet të shumta. Kanë disa kritere. Duhet të përdoren me dozat vogla, dhe fuqin ta ketë madhe, por duhet të përdoret edhe për një kohë të shkurtër. Jo me vite se kryen këto problematika. Është edhe një kolit për shembull që tua spjegojmë nënave që kanë fëmijët për shembull nuk ju dalin jashtë. Shpesh, edhe është mësuar pafi bën një klizmë aty nga poshtë dhe mbaroi. Kjo mundet të na shkaktoj, si të thuash, një djegje, një pull, një vatër në pjesën e fundit të zorës së trash, po kështu edhe të rriturit për shembull. Përdorin nga këto kapsulat për ta shkarkuar zorën, edhe thota e më mbaroj punën. Deri në sa kapsula ose klizma është e lejueshme? Kjo mundet të na shkaktoj djegje dhe na shkaktoj një djegje kimike në pjesën 5 deri 7 cm të zorës së trash, nga pjesa e rektumit. Po, dhe kjo është koliti kimik, përderisa është një medikament kimik që na djeg mukozën e zorës nga brenda. Mukoza është kjo si buza për shembull. Po. Ja, kështu është në pjesën e fundit, veç është me rrudha. Kur ajo ngjitet aty, ajo vërtet e irriton zorën që të shkarkohet. Ka dhe këtë efektin tjetër ansor. Ka dhe efektin ansor tjetër. Atëherë, ne mund t'i themi kështu. Kjo nga shpeshtia e klizma, po edhe një klizëm mund t'a shkaktoj këtë proces? Edhe një mund t'a shkaktoj. Kur është me shpesht, nuk diskutohet. Që ai ka djegje, ka dhimbje, të padurueshme nga njëherë. Atëherë, kjo mund të zvendësohet me se, me pak vaj ulliri, me pak sapun. Një klizëm natyrale, për shembull, kjo do Po, ishte? një klizëm natyrale do t'ishte shumë e mirë kjo. Për shembull, marrim për shembull, për një fëmijë, le të themi, 20 ml ujë të ngrohtë dhe shkri sapun në të sa një kokër lajthie. Bëhet ai uji i turbullt.
hedhim në të dhe një lugë qaj vaj ulliri, një ta marrë me shiring dhe e fusim në anus. Për 15 minuta, zora e trash zbutet dhe ajo shkarkohet. Kjo nuk ka asë efekte ansore kimike, si që mund të ketë një klizëm normale. Ka edhe këtë të mirë, nuk na krijon fisura anale, qarje të zorës, sepse duke ndonjëra ajo një javë, qimet thithse në zorën e trash vetëm kanë një funksion, të thithin ujin nga masa që e qarkullon aty. Po kur ajo feqe nuk ka dalë për shumë që të shkonte në kanalin e ujrave të zeza për 24 orë, ja për 48, pjesën tjetër e çfarë bën? Merr nga uji i feqes dhe e hedh në gjak. Qartë. Kështu që u kontaminua edhe gjaku, u prish nga ana cilësore. Edhe shumë balancat të tjera në trup, pastaj nga patjetër fillojnë që të prishen. Për të kaluar tani tek trajtimi, recetat të tjera natyrale, çajra bim, vajra, të cilat do t'i ndihmojnë personat që vuajnë nga koliti, nga cili do lloj koliti që ne përmendëm, llojet më të zakonshme të shfaqjes së tij. Pas publicitetit tregojmë edhe trajtimin natyral. Si ta trajtojmë kolitin natyralisht, çfarë duhet të shtoni në menun tuaj ushqimore dhe çfarë duhet të shmangni, çfarë acaron më tepër kolitin, në varësi edhe të shkaktarëve, padyshim sipas llojeve që përmendi doktor Ylli pak më herët. Mund t'i ndajmë sipas kategorive ose mund t'i japim receta të përgjithshme për individet të cilët vuajnë nga kjo problematik. To që ne folëm deri tashi, nuk diskutohet që nuk mund t'i zbërthej mirë e t'i përtypi një i moshuar ose një mbi moshën 55 vjeçe. Por, nga të gjitha ato 6 lloje që neve përmendëm, 3 janë pamjet e kolitit. Ose njeriu bëhet kaps, ose njeriu ka diare, ose pastaj ai do filloj për shembull që shpesh hemoragji. Të ketë atë hemoragjinë që ajo tjetë ose me ngjyrë të kuqe ose me ngjyrë të zezë. Pra, ne i themi kështu, shikojeni mirë, dëgjojeni trupin tuaj, për të parë këto zhurmat e këto, shikoni edhe si defekoni. Që zhurmat çdo të thotë, në bark zhurma mund të kemi parazit pa diskutim, kemi kërcitje katare kështu në zor, dhe na tregon që ose kemi parazit ose ndonjë bakter. Pra jemi te ky koliti infektiv. Atëre, ky nuk ka nevojë që të bëj literaturë kështu. Ky nëse do që ta shfrytëzoj emisionin ton, të shikoj për shembull dhe si thua të pyesi vetveten. Unë bëhem kaps? Po. Që do të thotë, zora është bërë dembele, mund të jemi tek ndonjë kolit ulceroz, por mund të jemi edhe tek ndonjë lloj koliti tjetër. Atëherë, çfarë duhet bëjmë? Duhet e para të shtojmë florën bakteriale në zor. Kush na ndihmon në këtë rast? Nuk na ndihmon për shembull pirja e vajrave të ndryshme me lugë gjelle, absolutisht. Ne duhet ta shtojmë florën bakteriale me anën e probiotikëve. Një prej tyre është kosi. Një prej tyre është ai mjalti, po jo mjalt që të mbush lugën e gjellës dhe kështu. Një lugë çaj është boll e mjaftueshme. Atëherë, që të dyja këto, neve mund t'i bëjmë kështu. E nisim ditën, një gotë ujë të ngrohtë, një lugë çaj me mjalt, e tresim. Nëse kemi fryrje kështu, mund të shtojmë edhe pak sot buke, një lugë kafe ose çaj, edhe kjo nuk na bën keq, dhe pijmë këtë 10-15 minuta para buke. Pas kësaj, kemi përgatitur një çaj që duhet të theksojmë në rastet e një kapsliku. Drunakuqi dhe finoku janë të mrekullueshme që duhet të përdoren. Po si për shembull, ose drunakuqin e përdorim një gotë çaj më vete në darkë, dhe ky ndihmon shumë mirë në zbrazjen e zorës. Ne kemi këtu ja ky është drunakuqi. Po patjetër, po. Atëherë, themi që ky drunakuq në brendësi të tij përmban antrakinone që mund të na dobësojnë ose mund të na dëmtojnë në një drejtim tjetër. Por, nëse neve e hedhim për shembull më vete, do ta hedhim në ujin e ngrohtë, do ta lëm një 10 minuta, pastaj i japim një val 1-2 minuta. Në këtë mënyrë, ato antrakinonet oksidohen dhe është i pa dëmshëm për organizmin. E kullojmë dhe pim një gotë çaj. Nëse do ta bëjmë me çajin e kolitit, atëherë i ka të gjitha elementet bimët që duhen për çdo lloj koliti është ky çaj? Ai është për të treja llojet, por bëhen pak shtesa, pak të koncentruara, si thua. Hedhim këtë, e shplajmë bimën
dhe hedhim tenxhere, në ujin e ftohtë. Hedhim një lugë gjelle me druna kuq. Nuk e hedhim kur uji është duke vluar, por do të hedhim në ujin e ftohtë, në mënyrë që derisa të nxehet, që të vejë temperatura 94, 95, 96, që të fillojë vlimi, ato antrakinonet janë oksiduar në ujin e ngrohtë dhe të nxehtë. Dhe është krejtësisht i padëmshëm për organizmin. Pra, hedhim këtë, hedhim pak druna kuqin, mund të hedhim një lugë gjelle në 2 litra gjysmë ujë, një pako çaj koliti, një lugë gjelle druna kuq, një lugë gjelle ake ose kumak. Sepse mund që të ketë edhe parazit në organizëm. Dhe ato e bëjnë zorën dembele. Pra, ja, si thot populli, me i gurë të vrasin 2 zogjë. Edhe parazitët i largojmë dhe qetësojmë kolitin. Pijet dhe ky çaj dhe rrim 5-6 minuta pa ngrënë asgjë. Ky ecën, si thua, është pararendës në stomak dhe në zorë. Atëherë futim atë kosin me probiotik, që mund të hedhim në të musli 2-3 lugë gjelle, mund të hedhim 1 ose 2 thelpinj hudhra, i shtypim kështu si aspirina të vogla dhe i hedh aty, hedhim ndoshta edhe ndonjë gjë tjetër, po shega e egër do të ishte e pranueshme që të hidhej në këtë kos. Sepse vret edhe parazitët e kemi thënë. Po patjetër vret parazitët, po tonifikon punën e zorës së trashë e kështu me radhë. Dhe hedhim edhe 1 lugë gjelle aronja ose boronicë. Ato kanë taninen, kanë çajrat plot, kanë pak kafein, por si thua, kanë flavonoide. Bari majasillit në veçanti ka veçorinë që muret e brendshme të skuqura të zorës ti marri dhe ti rigjeneroj ato. Kësaj bime që populli i ka thënë bari majasillit, ose rigoni i bardh, është i mrekullueshëm në drejtim, në ndihmon më së miri, në drejtim të mbylljes atyre vatrave të ulçerave. Pra si thua, kjo bim mbyll plag në ujë. Se feqja është 24 orë me ujë dhe është në lëvizje. Dhe kjo bim e bën atë mrekulli. A e kemi provuar neve pa diskutim. Pra edhe njëherë çaj, bar, pra, si kur thjesht, unë jam ku isha njëherë në malin e Gramozit, me atë gazetaren e famshme. Është është gazetare, po, ta quajmë. është shumë se aq, me Alma Çupi, në majnë e Gramozit. Gjetëm aty bar me silli me shumicë. Dhe unë thash, shiko, pse duhet të vuaj njerëzit, përse duhet të venë dhe në sallat e operacionit, kur bari majasillit është që nga sa del nga dera aty në Ersek, nga dera e shtëpisë, deri në majnë e Gramozit. Më kuptove? Pra, kjo nuk është vetëm atje, por është edhe në shumë vëndet tjera. Në të tërë Shqipërinë, kjo bim gjendet me shumicë. Ngjyrë hiri, me push, dhe bën atë me aromë të lehtë, ëmbël. Pra, kjo do të ishte e para, që ndihmon zorën e trash edhe të rigjenerohet, edhe të mirë funksionojë. Atëhere, në rastin e këtij kolitit që ishte me kapslik, mundet të përdorim 1 ose 2 lugë çaj të vaj të lirit, se ajo omega-3 dhe 6 na ndihmon në peristaltikën e saj, por përdorim pas buke edhe një ekstrakt balsamik, ose edhe para, si ta duam, ose e hedhim në gjell, por jo me tepric. 1 lugë çaj është e mjaftueshme. Në mëngjes, unë të hedhim edhe 1 lugë çaj në darkë. Paksojmë ato mishrat për shembull dhe sidomos mishi i dhjamur, sepse nuk e tret dot mëlçia atë yndyrë të tepër dhe ajo shkon në përzor dhe shton atë peristaltikën e tyre dhe përfundojmë në një diare. Qartë. Që të kalojmë tani tek koliti. Një trajtim për shembull, për personat që unë mendoj se është i mrekullueshëm për këtë kategori njerëzish. Qartë. Ata që kanë kapslikun, shkon te kjo receta. Nëse ka dhe një qik djegje në zorë, se ajo kur del për shembull e gryen e irriton zorën në fund, përdorim kremin e hemoroideve nëse ka hemoroide, po kështu edhe për djegje, edhe nga pak propolis. Asgjë tjetër. Çfarë duhet të shmangin në përditshmërinë e vet? Ato gjëra për shembull që kanë veti rrudhse, për shembull, ky njeri që bëhet kaps nuk duhet haj pilaf orizi. Fare oriz, sepse orizi ka veti rrudhse, e mbledh zorën. Duhet shtojmë këto perimet, për shembull, duhet shtojmë çik brokol dhe të mos harrojmë farat e mbira. Për këtë lloj koliti janë të mrekullueshme. Cilat për shembull? Për shembull, grur. E marr një tash plar, një filxhan kafe me grur ose 2,
e shplaj mirë, i hedh në një vazo, i hedh ujë të ngrohtë, 3 ditë. Fillon ai të mbi, të nxjerrë ato po filizin nxjell embrionin, e marrim, e shplajmë, e ruajmë në frigorifer, dhe mbush në ai lugë gjellë ose 2, i hedh tek ai kosi mëngjesit. Okej, pra embrionet të tilla. Po embrioni është i mrekullueshëm. Gjendet dhe i thatë të embrioni më duket? Po mund të gjendet edhe i thatë. I ka humbur një pjesë të vlerave në i thatë? Shumë pak, është ajo lagështira, po jo, tërë ato enzimat dhe ato fermentet janë këtu, ai qumshti, i ka këtu ato kriprat minerale. Është 50 herë më i shëndetshëm se ai gruri i zakonshëm. Qartë, se ai që përdorim në përditshmëri. Fara e jonxhës, fara e brokulit që mund të përdoren, të mbira, filiza. Filizat janë shumë të mira dhe për tumorët. Bari i grurit ose bari i elbit. Janë të mrekullueshme. Shtojnë peristaltikën e zorës dhe ma luftojnë këtë fenomen. I bëjmë të gjithë vetë në shtëpi, meqense në një kabanos me ujë si shtat, i vendosin farat, ato mbin, krijojnë embrionet. Ne i thjesht i mbledhim ato, i mbajmë në frigorifer dhe i konsumojmë. Si për brokolin, si për grurin, elbin e me radhë. Po, ose unë djesha në lusht, ai gruri ishte tashmë gati 7 deri 10 cm. Ai bari grurit është i mrekullueshëm për këta që vuajnë nga koliti e kështu. Thjesht merre korret njom, që të mos ngrihet në këtë nivel që është sot, ai ishte i mrekullueshëm. Bari i grurit ta marrësh, ta zihesh, ta pirë si çaj. Ka plot mikroelement dhe shton lëvizjen e zorrës. Po. Kalojmë tek koliti me diare, sepse në këtë formë shfaqet, herë me kapslik, herë me diare. Kur personat cilët vojnë nga koliti shfaqin diare, cilat janë trajtimet që do t'i rekomandonit? Personat që kanë diare, nuk mund të thotë që shiko, unë kam këtë lloj bakteri ose këtë parazit në organizëm ose kam myk. Atë gjë e përcakton laboratori. Por ne themi, në qoftë se një njeri defekon, po le të themi një herë në 2 orë, që ka patur raste edhe më shumë, edhe 24 herë në ditë, dhe ai dehidratohet plotësisht. Qartë. Në të gjithë rezervat që ka trupi, ai pa diskutim, ne i themi, qetësoje zorrën e trash, po me se, me çajin e kolitit. Është i mrekullueshëm. Por me se mund ta shoqërojmë tjetër. Ne kemi thënë që kjo ka prishur atë florën e mirë, kjo lëvizje e zorrës e irrituar, na tregon që ajo balanca është prishur. Bakteriet e mira janë shumë më pak, dominojnë të këqijat. Se kush është, atë nxjerr laboratorit që bën një feçe aty, analizë bakteriale dhe del ajo. Por ne themi si do e zgjidhim një herë këtë shpejt. Atëherë një marr një tapjekur njoftua, në furrën e sobës në 110 gradë, e pjekim, e lëm të ftohet dhe kur është temperaturën 40 gradë, e presim feta, një talyre bëjmë me pak mjalt dhe e pluhurosim me rigon. Kjo është e para. E dyta, mbush një gotë kos, një lugë gjelle me një seshte, e përzihej dhe këtë dhe e pi. Atëherë këto që të dyja bashkohen dhe fillojnë tashtin. Rigoni është rrudhës, një seshtja përsëri është rrudhës, është ngjitse. Dhe e lidh feçe, nuk e lë që të jetë kështu. Plus kësaj, mjalti dhe ftoj më rregullojnë florën bakteriale, pra me 2 gjëra shumë thjesht unë zgjidh një problem shumë të madh. Qartë. Po dhe kujdesemi që të mos dehidratohemi. Edhe sikur të vjellat ketë ky njeriu, bëjmë këtë, nxjejmë çik nenegjik, një gotë, për shembull, marrim një gotë ujë, një lugë gjelle nenegjik edhe një lugë rigon. Ne t'i zirë këto dyja së bashku dhe e pimë. Pra flasim zgjidhje të shpejta, imediate dhe që me ato çfarë kemi në shtëpi. Rezultat, po. Pra atëherë në mendrën e kemi, rigonin e kemi, një çaj me këto dyja, njoftua dhe ja u zgjidh problemi. Po. Pas kësaj duhet të shkojmë patjetër se kjo është një, si thuaç, po mbyllim diçka, por nuk kemi zgjidhur problemin plotësisht. Atëherë shkojmë, marrim këtë çajin e kolitit, mundet që të kemi parazit, po mund të kemi edhe këtë mykoplazmën që unë e përmenda. Atëherë, marrim atë pakën me çajin e kolitit, hedhim edhe çaj myku 2 deri në 3 lugë gjelle. Po. I përziej këto së bashku në 2 litra gjysmë ujë dhe i lë të ziejnë 2 minuta. E lëm të ftohet çaj 10 minuta, e kullojmë dhe pim 1 gotë ose 2. Për momentin e parë. Pastaj, çdo vakt 1 gotë çaj para buke. Nëse fillojmë që të kalojmë nga diareja në kapslik, atëherë po more, paksojmë çajin e kolitit, nuk e bëj 3 lugë gjelle, po e bëj 2.
nuk ha prap atë kosin me niseshte. Atë e përdor një gotë sot, një nesër, kaq. E mbaroj detyrën. Doktor, nëse një individ shfaq herë kapslik dhe herë diare, jemi në kushtet e kolitit apo kemi një problem tjetër shëndetësor? Është kolit, po varet se kush mund t'jenë shkaktarët. Mund t'kemi edhe bakterje, kemi viruse, por mund t'kemi edhe diçka tjetër. Atë është përcakton një egzaminim Pa si tjetër që ai njerë ta filloj njerë të qetësoj trupin. Pasaj duhet të synojmë për qartësimin e diagnozës. Pra duhet shkoj tek mjeku dhe të përgatitet ndoshta atë feqe gjak okult, bën këta analizat e gjakut, shikohet sa është PCR-ja, sepse ndodhe edhe kjo gjë, pra kur trupi nxjerr, po bravo, edhe kur ka infeksione të brendshme, gjaku fillon që të pasurohet me trombocite. Dhe ato çfarë bëjmë? Forcojnë ato rrjetat dhe ndalon hemoragjinë në një vatër ulceroze kështu. Kur zgjidhet problemi, këtë rrjetën trupi duhet ta shkrijë. Mirë, po këto mbetjet e kësaj rrjetës bashkë edhe me trombocitet, këto mbetjet proteinike futen në gjak. Kur këto janë të larta, PCR-ja del e lartë. Atëherë ne na shkon mendja që kur kjo është e lartë, për shembull, nuk është 5, sa është norma ose 0,5 nga laboratori, po është 20, 17, 50 e kështu me radhë, ne do themi që këtu ka diçka. Lidhur me qarkullimin e gjakut, ne duhet kemi ndonjë vatër ulceroze diku në trup. Po, ose ndonjë infeksion viral që e ka kaluar organizmi. Edhe kjo, ndonjë gjakosje në mushkëri e kështu me radhë. Por problemi në këtë rast është e zora e trash. Bëhen këto analiza dhe mund të bëhet kjo kolonoskopia. E cila, për këdoj që, se kur e dëgjon si fjalë, kolonoskopi është diçka shumë e vështirë, nuk shmange njerëzit për ta bërë, shtynë, dhe me të shtyhen gjithashtu dhe pasoja që lë koliti, apo këto simptoma shkaktarët që ne nëse nuk do ta bëjmë kolonoskopin. Si bëhet? Atëherë, i bëhet kështu. Fillojmë trajtimin siç unë e përmenda, me këtë çajin e kolitit dhe çajin kandimer. E vazhdojmë. Përdorim këtë ekstraktin balsamik, por jo vajin e lirit. E heqim atë, sepse vaji i lirit të bën që të zbrazet zora, e ne zorën e kemi të irrituar. Shtojmë propolisin me rigon, shtojmë nga një pjatë me pilaf orizi. Në rastin e kapslikut, e heqim orizin. Në rastin e diares, e shtojmë. Shtojmë qikë, ose mund të bësh kështu miell orizi, si paluze, kështu. Shtojmë propolisin nga 30-40 pika në ditë, mund të hedhim dhe në qik vaj rigoni në gjellë, 2 deri në 3 pika vaj rigoni, është i mrekullueshëm dhe kaq problemi shkon drejt zgjidhjes. Çfarë kemi detyrë neve? Detyrë kemi çdo mëngjes 2 thelpinj hudhra në këtë rast. Shegën e egërt mos ta ndajmë, 2. Përdoret ky çaj dhe një herë në 2 javë për shembull, se ne do e shikojmë që feqja zora zbrazet. Feqja del e lidhur, nuk del më bark i holl. Ka do një metodë, doktor, do dikush që nuk ka probleme me kolitin, me kapslikun edhe me diaren apo me hemorogjin, po do që të zbraz zorën, ta ketë të pasë, sepse shumë njerëz punojnë me këtë pjesë për të patur dhe një mendje të shëndosh, duke qenë se është ky komunikimi truzor dhe zora është truri dytë. Po patjetër, që ta pastrojmë shumë mirë me të zbrazet. Të zbrazur për të pastruar? Për shembull, po ndoshta 3 deri në 4 ditë. Gjatë 3-4 ditëve njeriu nuk konsumojnë apo konsumojnë vetëm lëngje? Jo, duhet të konsumoj, por le të jetë në rreshtat e parë, kivi, 2 gota me çaj druna kuqi në ditë, që i bën jashtëzakonisht mirë, 1 ose 2 lugë çaj me vajin e lirit. Ky mëngjesi me këtë muslin, sepse ka fara liri, chia, fara kungullin, brendësi e kështu me radhë, heqim orizin dhe shtojmë perimet dhe panxharin e kuq. Këto janë të mrekullueshme. Individi konsumon produkte, thjesht largon disa të tjera, siç është mishi apo ju përmendët orizin dhe këto lëngjet zora do funksionojnë shumë mirë. Për të patur një zorë drejt pastrimit. Po, për të parë se si funksionon zora. A e kam aktive zorën e trash? Po, është një proces shumë i thjeshtë. Po çfarë? Ne marrim çik panxhar të kuq. Dhe e konsumojmë sot në drekë, maksimumi deri nesër në mëngjes, feqja duhet të dalë me ngjyrë të kuqe. Kjo tregon që zora jonë është dhe nuk po nxjerr pa pastërtitë e mëparshme. Po, do me thënë, ajo
çfarë marrim neve sot, ditën tjetër fillon që t'i zbrazë. Pra kjo është një provë për të treguar se nëse zora juaj është dhe metabolizmi juaj është i shpejt apo jo, apo është ngadalë. Funksionon apo jo. Me panxarin e kuq, prova më ideale. Më ideale, ndërsa urina, për brenda 4 orësh, urina del si e kuqurrent. E kuptova. Pra, me panxarin e kuq, ky është testi i parë. Është indikatori më i mirë dhe i parë. Nëse feqja del me ngjyrë të kuqe pas disa ditësh, tregon që kjo sa i tregon që ngadalë zora është dembele, po. Okej, e qartë. Ja dhe një provë, se dinim këtë pjesë e mësova. Faleminderit shumë, doktor. Po. Ditë të mbarë, materiali do t'jetë pa dyshim në kanalin tonë në YouTube, për t'i rikthyer simptomave shkaktarve mbi të gjitha, ajo çka keni më shumë interes është trajtimi alternativ, ato këshilla që doktori ju tregoi, e keni një pasuri më vete aty në kanalin tonë në YouTube. Faleminderit që na ndoqët. Faleminderit edhe një doktor, mirupafshim. Shihemi nesër me Reze Dielli.